Numërimi i votave të hedhura në 1282 kuti të votimit në 11 maj në qarkun Tiranë ka nisur nga e para. Procesi i rinumërimit pas vendimit të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, bazuar në kërkesën e Partisë Demokratike, kthej në pikën zero rezultatin e përballjes politike të mbi një muaji më parë. Në 24 tavolinat e vendosura, numëruesit po vlerësojnë votat njëra pas tjetrës për subjektet politike dhe ato preferenciale në listën e hapur të kandidatëve për deputet. Numërimi që po kryhet nga punonjësit administratës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve po vëzhgohet me vëmendje të shtuar nga të dërguarit e Partisë Demokratike dhe Partisë Mundësia. Socialistët dukshëm janë të qetë në raport me këtë proces, pasi nuk kanë asnjëherë dyshimi se 19 mandatet e tyre në Tiranë mund ta rrezikohen. Rivaliteti shihet mes Partisë Demokratike dhe ish deputetit të saj, tashmë drejtuesi i Partisë Mundësia, Agron Shehaj. Partia Demokratike mendon se mund të përfitojë një mandat shtesë nga rinumërimi, duke arritur të 14 në Tiranë. Për të arritur qëllimin, sipas llogaritjeve të demokratëve, duhen rreth 1230 vota shtesë, mandati i cili nëse do të mund të fitohet, do të hiqet Partisë Mundësia. Nga numërimi fillestar pas 11 majit, Partia Demokratike mori 13 mandate deputetesh dhe Partia Mundësia 2 të tillë. Pas Tiranës, rinumërimi do të nënshtrohen 587 kuti të qarkut të Fier dhe 360 kuti të Durrësit.